Fëmia gjithashtu edukohet që në momentin që ai ushqehet, domethënë nuk duhet të jetë as i heshtur absolut, po as shumë llafazan, po flitet diçka, pra për ta thyer thjesht. Pra nuk ekziston ai këshilla, kur hahet nuk flitet. Jo, edhe flitet. Edhe flitet, por nuk teprohet, domethënë, sepse bëhet e bezdishme. Nëse ka njerëz të tjerë prezent, ai ushqehet tek pjesa e tij, sepse janë disa ushqime që janë të përbashkëta, siç është rasti sallatës apo ndonjë mëlsi apo diçka tjetër, ku janë gjëra të përbashkëta. Atëherë fëmia orientohet tek ana e tij, domethënë. Për gjërave që këshillohet gjithashtu fëmia është që nëse gjatë ushqimit, domethënë, ndodh diçka siç është mbetja e ajrit apo diçka tjetër, edukohet që me edukat, ta shmang sa më tepër. Ta shmang sa më tepër, shumë të jetë duke ngrënë në një ambient familjar dhe fëmia për shembull ja vën me të madhe. Do thotë se ai e ka bërë edhe për shaka, e bën, mirë, por kjo nuk është normale sepse mund të mbetet edhe si vezë, domethënë edhe kur tritet. Për gjërat të rëndësishme gjithashtu që kanë bën me është që mos ushqehet në këmbë. Pra është mirë që të ushqehet gjithmonë i ulur. Për gjërat që këshillohet gjithashtu është që mos haj i shtrirë, as mos pi i shtrirë, as edhe shumë i mbështetur, pra të ketë një gjendje, si më thënë, gjendje këndore, pra kur të ulet për të ngrënë, të ketë një gjendje këndore. Nëse është e mundur që të ushqehet, domethënë, duke pas një orientim të mirë për shtyllën kurrizore, kjo është, domethënë, ajo më e këshillueshmja. Orientohet që të largohet te ngopjes, siç është ajo këshilla profetit 1/3, sepse normalisht të ushqyerit tepër pastaj e fryn njeriu. Domethënë, këto janë disa këshilla që jepen vija të përgjithshme.